Përshëndetje në radhë parë të gjithë miqve që kanë ardhur nga jashtë kufive për të asistuar në këtë moment të rëndësishëm të jetës së Bankës së Shqipërisë. Dhe më lejoni ta nis duke cituar dikë që për ju të gjithë është një nga pikat e referimit, John Keynes, i cili thoshte se në planin afatgjat, jeta është afat shkurtër. Dhe detyra e bankës qendrore është pikërisht që të garantoj që në afat shkurtër gjithçka të jetë brenda kornizës një afatit gjatë. Duke ardhur në këtë moment celebrimi, mendoja që Banka e Shqipërisë është në mos i vetmi ndër shumë të paktit institucione të Republikës sonë që mund të quhet i tillë me plot gojën, institucion. Në atë kuptim dhe me ato standarde që kemi parasysh kur flasim për institucionet që i duhen një vendi dhe që bëjnë që ky vend të përmbush kriteret e të qenit një vend në botën e zhvilluar dhe në tryezën e familjes europiane. Nuk është e lehtë të thuhet e njëjta gjë për plot institucione të tjera, të cilat janë me plot gojën në formim e sipër. Dhe do të ishte vërtet e dobishme që historia e zhvillimit dhe e përpjekjeve të Bankës së Shqipërisë për të formësuar dhe për të konsoliduar si institucion të merri përsipër dhe të shkruhej për t'ju dhënë të tjerëve një pasqyrë të gjithë rrugës se si u ngrit një institucion i tillë, i cili sot është faktikisht dhe praktikisht një institucion plotësisht integruar në botën ku jetojmë, dëshmi e thjesht e këtij fakti ishin dhe dy adresimet e bëra nga dy personalitete që përfaqësojnë drejt për drejt botën e zhvilluar në të cilën operon një institucion si Banka e Shqipërisë. Dhe për hir të vërtetës, nuk është se Banka e Shqipërisë ka një histori më të gjatë se sa qeveria e Shqipërisë apo se sa disa institucione të tjera. Ishte pikërisht në vitin 1913 kur mendimin e austriakëve Ismail Qemali gati sa nuk e krijoi Bankën e Shqipërisë. Ai tha se e them me lavdërim se puna e Bankës për Shqipërinë është një deklaratë e dytë pavarësie. Këtë herë një pavarësi ekonomiko-politike. Por përpjekja u ndërpre brutalisht brenda disa muajsh nga lufta e dytë botërore dhe u desh që
kalonin 12 vjet të tjera nga ai moment që Shqipëria të kishte bankën e vet qendrore. Megjithatë, fara e mbjell në 1913 bëri që Banka e Shqipërisë të lindte, dhe edhe pse historia edhe me Bankën e Shqipërisë nuk ka qenë bujare ashtu si kundër edhe me gjithë institucionet e tjera, e përsëris që për arsye që do duhej të studioheshin dhe të shpjegoheshin në mënyrë shtërruese, ky është një institucion që na përfaqëson si një model i asaj që duhet të jenë institucionet e pavarura të vendit. 50 vjet më parë, kur Bashkimi Evropian ishte një eksperiment i ri, nëse mund të thuhet, Banka Qendrore e Suedisë organizoi një konferencë ndërkombëtare, ku shtroi e njëjta pyetje që ne bëjmë sot dhe shtroi e njëjta sfidë që ne kemi sot. Bankat qendrore përballë sfidës së integrimit dhe cilat janë detyrat e tyre. Guvernatori atëhershëm i Bankës Qendrore të Suedisë, Per Asbrink, parashikoi se pak nga pak roli i bankave do të ndryshonte, duke mos qenë vetëm ruajtëse të ekuilibrave të brendshëm dhe komardare e fundit e shpëtimit të qeverive përpara krizave. Sipas fjalës së tij në atë kohë, bankat qendrore ishin të destinuara të bëheshin gjithmonë më përcaktuese në ekuilibrat e gjerë transnacional, dhe sot besoj që kjo profeci e guvernatorit atëhershëm të Bankës Qendrore të Suedisë është më e prekshme dhe më reale se kur, pasi politikat monetare të ndjekura nga bankat qendrore, natyrisht sipas peshës edhe influencës tyre në skenën e madhe globale, kanë pasoja që shkojnë shumë larg kufive kombëtare. Sot Banka e Shqipërisë hyn në shekullin e saj të dytë dhe gjendet në një hartë krejt të re, nga harta ku ajo u vendos në fillim të shekullit saj të parë. Pas pandemisë globale, luftës në Europë, dallgëve inflacioniste, sot jemi të gjithë të vetëdijshëm se politika monetare nuk matet më vetëm me normën bazë, por matet detyrimisht edhe me pritshmëritë. Dhe sot normalizimi do të thotë shumë më tepër se sa përdorimi i mekanizmit të normës bazë, pasi do të thotë edhe transparencë, edhe kreativitet, edhe kurajo, hap pas hapi, me vigjilencë dhe pa panik, nga befasit gjithmonë më të pranishme në